Gjyshe, si e festonit ju Bajramin në kohën tuaj? Bajramin më përpara, kur ishim të vegël, e deri në këtë moshë që jemi tash, e kemi kalu jashtëzakonisht mirë. Kam shumë kujtime të bukura të vegëlisë, se mezi e pritshim Bajramin që shkojshim në xhami dhe ne dhe fëmijët mas prindërve tonë. I afronte festa e Bajramit njerëzit. Sot ndoshta koha ka ndryshuar, por dëshira për të ndarë, për të kujtuar është po ajo. Në Marif mësojmë se Bajrami nuk është vetëm gëzim, por edhe dëmshuri. Arsimi mëson jo vetëm dijen, por edhe ndërgjegjen. Si shkolla Marif, ne e bartim trashëgiminë e së kaluarës në të ardhmen, duke mbajtur gjallë frymën e festës, sepse festa ka të bëjë me të kujtuarit dhe të mos harrojmë që Bajrami është një gëzim që rritet duke ndarë. Bajrami është festa e ndarjes së dashurisë, gëzimit dhe të qenit bashk. Për ne Bajrami është prekje çdo zemre. Gëzuar Fitër Bajramin.